Vllaznia është gënjën sërish dhe nuk ditë dal nga kriza e thellë që ndodhet për javësh, ku qembëllët nuk shkuan më shumë se një barazim 1-1 në Bylis në sfidën e zhvilluar në Shkodër, por Tranjedi Martini kërkoi nga lojtarët që të jenë më të qetë. Sipas tij është çështje kohe që skuadra shkodrane do dalë përsi të lojë që kanë bërë. Duhet fitoshim ndeshjen, po atë me raste si mas 1-0, si të më shku 2-0, si edhe mas 1-1 disa raste. Duhet jena më të qetë, duhet jena më kavaliera për raportet, sepse njëherë çon kundërshtari në por, gjur një herë, shënon gol, pa çka se rreziku në fundin e ndeshjes me shumë forca. Por ishim nervoz, doshim ta fitonim ndeshjen e patjetër. Edhe kur nervozohesh, mandej nuk je i qartë edhe në veprime edhe në dalje, kështu që por është stresi i pikëve, stresi i periudhës që po kalojmë dhe normalisht duhet ta zgjidhim më me qetësi. Ja, s'ka faktor të jashtëm fare, faktor të jashtëm, vetëm faktor i jashtëm është që lojtarët që ju i shihnin në fushën e lojës sot, pothuajse janë 6, janë as me gjysë stërvitjet, pa marrin vetin nga java një javë, janë rreth një muaj hyn del stërvitje, s'kan gjendje fizike ashtu siç duhet, kështu që kjo është arsyeja. Është çështje kohe që do dalim prapë ata lojna që kena bë, shpresoj që është ndeshjen e ardhshme. Gjithsesi thash në këtë moment duhet qetësia, duhet ekuilibër. Duhet që të jemi më të qetë dhe duhet ta kërkojmë më arsyeshëm rezultatin. Po të futemi lojës në përgjithësi, bëmë një pjesë parë deri diku të mirë në pozicionet mbrojtëse, por shkaktuam shumë shpejt fallë dhe këto falla na futën në zonën tonë, pavarësisht se Vllaznia nuk kishte rastin e pasur për të çmuar. Jo, nuk është problemi që unë nuk jam ai që mund të them që Vllaznia ishte shumë e dobët. Ishin dhe lojtarë të mirë, sepse nëse ke parasysh pjesën e parë me pjesën e dytë, ne bëm një diferencë lojë dhe diferenca e lojës tonë ishte që në mes në fushës u treguam shumë më të zotët se sa Vllaznia. Vllaznia nuk fiton për 5 ndeshje rradhës në kampionat dhe mban vendin e 4 me 26 pikë, 6 pikë më pak se Elbasani kryesues.